Sot të nderuar dëgjues, fillon mbulimi I gropave, pra rregullimi I asfaltit në aksin rrugor Sharr-Prizren. Në këtë aksion do ta kryej KFOR-i turk në bashkëpunim me trupat mbrojtëse të Kosovës. Këtu para mikrofonit kemi zotin Mehmet Buldunga, ndihmës administrator I UNMIK-ut për komunën tonë, të cilën do ta pyesim për kitazi me këtë aksion. Zoti Mehmet, kush e finanson këtë aksion? Who will finance this project? This project will be financed by UNMIK. This is a project of participation KPC. Ky projekt financohet prej UNMIK-ut, që është me pjesëmarrje të përbashkët të trupave të mbrojtjes të Kosovës edhe të KFOR-it turk. Çfarë është paraparë të rregullohet? Cila pjesë e rrugës dhe çfarë punë do të kryhet konkretisht? What is foreseen to be repaired and which part of the road and what will be the concrete duty? This project will be performed by participation of KFOR Turk and KPC and UNMIK. This is a project of repair of the road from Dragash to Brezna. Ky projekt do të merret me pjesëmarrjen e KFOR-it turk, trupat të Kosovës, UNMIK-ut, dhe do të fillon me riparimin e rrugës prej Dragashit deri në Breznë. A mund të na thoni se cila është sasia mjeteve që janë nda për këtë rrugë? What is the amount of money allocated for this kind of project? They have already allocated 30,000 Deutschmark for this project. Ata I kanë lejuar deri tani 30.000 marka gjermane për këtë projekt. A besoni se mund të arrini të mbuloni gjithë ato gropa me këtë sasi mjetësh? Do you believe that you will cover all the potholed areas with this amount of money? We are planning to cover whole potholes from Dragash to Brezna. If it is going to be available for us, we will carry on to the side of Opoja. Ne shpresojmë se të mbulojmë gjithë gropat prej këtu deri në Brezna, dhe në rast se mbet diçka do shpresojmë se të vazhdojmë rrugën për në Opoj. Kur jemi te Opoja, aksi rrugor nga Tyrbia deri në Bresan është vërtet I shkatruar, por nuk mund të flitet më mirë edhe për pjesët e rrugës që shkojnë për fshatrat e Gorës. A do të ndërmerret diçka në këtë drejtim? When we are to Opoja side, the road from the junction to Opoja side is badly damaged and no better situation is in Gora side also. Do you think that you can take some measures regarding these areas, these road repairs? Yes, our second project is the roads in Opoja, the main road from junction to Bresan, and the third project is the project repairment of road from Dragash to Brod. Projekti I dytë është prej riparimit prej Tyrbës Pullavës deri në Bresan, edhe projekti I tretë do të jetë prej Dragashit deri në Brod. Zoti Mehmet, faleminderit. Thank you, Mr. Mehmet. Faleminderit, hvala, thank you. Afër kemi edhe komandantin e trupave mbrojtëse të Kosovës për komunën e Sharrit, zotin Rushdi Saramati, të cilin do ta pyesim për kitazi me fillimin e aksionit për mbulimin e gropave, pra për asfaltimin e gropave në aksin rrugor prej Sharrit deri në Brezne. Çfarë kontributi do të jap TMK-ja në këtë aksion? Sa I përket TMK-s, të transformuar nga UÇK-ja, kjo mision në saj ka që ta ndërtoj Kosovën, dhe aty ku është nevoja të punoj, të hap kontributin e saj, do të hap pa rezerva, sepse luftën e krym deri diku, dhe ashtu si që luftuam burrnisht në luftë me armikun, edhe tash do t'i përvishemi punës për ndërtimin e Kosovës, ku do që të kërkoj nevoja. Kësaj radhe do të punoni bashkë, pra në bashkëpunim me forcat turke të KFOR-it. A do të thotë kjo se ju keni një bashkëpunim të mirë me KFOR-in? Sigurisht me KFOR-in turk kemi bashkëpunim me të gjithë, po me këtë pak në veçanti. Dhe besoj që do të vazhdoj puna shumë mirë dhe do të japim një kontribut mjaft të çmuar. Përveç aksit rrugor Sharr-Brezne, I cili është I dëmtuar deri diku, kemi një aks tjetër nga Tyrbia deri në Bresan, I cili është vërtet I dëmtuar. Keni planifikuar që të punoni diçka edhe në atë drejtim? Po për të gjitha këta do të bisedojmë me bashkëpunëtorët turq me fjalë, dhe kudo që të është mundësia ne do t'japim kontributin tonë.
Sa pjesëtar të TMK-s do të angazhohen në këtë punë? Do të jenë vazhdimisht 15 dhe nëse kërkon nevoja edhe më tepër. Do të thotë me punë fizike apo? Po sigurisht, punë fizike dhe ka edhe pak punë profesionale, se kemi edhe ne asaj që mund t'japin edhe nga ana profesionale kontributin e tyre. Mjete pune apo se doni me të cilat mund të ndihmonin këtë drejtim? Mjete pune shumë pak kemi ne sa i përket asaj, po nga KFOR-i turk janë pajisjet të gjitha që neve në takon vetëm që të punojmë, të japim atë mundin tonë. Zoti komandant, ju falenderoj. Edhe juve. Këtu afër kemi edhe kryetarin e bordit administrativ, zotin Hajriz Meleqi, të cilin do ta lutim se të na thotë si e pret këtë fillimin e punëve në remetimin e aksit rrugor Sharr-Brezne. Po si që dini, zotit e mirë, rruga jonë është mjaft e prishur dhe e mirë pres këte, e sidomos me gatshmërinë e ushtrisë tonë, TMK-s, e cila ka paraqit gatshmëri të ndihmoj këtij popullit, se ka qenë gjithmonë pranë popullit dhe do të jetë me popullin. Zoti kryetar, ka dhe një problem sa i përket rrugëve, sidomos pjesa të jashtëquajturi Laki i Bellobradit është shumë i rrezikuar dhe kërcënohet që së shpejti të prishet të bëhet i pakalueshëm, apo ndërmerr diç në këtë drejtim bordi administrativ? Qysh në pranverën e hershme kemi bo para përgatitjet për trasën e re të Laku i Bellobradit, ku kemi hasë në mirë kuptim të qytetarët e fshatit Bellobrat dhe të qytetarët e fshatit Brut, ku rruga du të kaloje në përpranën e tyre. Po ashtu i kemi bo të gjitha projektet dhe ja kemi dërzu e KFOR-i turk. Ata kanë marrë përsipër dhe presim për çdo ditë që të fillojnë punimet rreth ndërtimit të kësaj pjese të re të rrugës. A keni informacione se kur duhet të fillojnë? Nuk e dim sakt, vetëm na kanë thonë që mas 5 qershorit. Sot e tytje presim të bim kontakt më të shpeshta me KFOR-in turk, me komandantin e tyre. Zoti kryetari, faleminderit. S'ka pse, dhe ju faleminderit. Vletim të suksesshëm të kësaj rruge. Because this is something which everyone could see and everyone would appreciate. Meqense kjo është diçka që mund ta shihet prej çdo kujt dhe mund të vlerësohet prej çdo kujt. Because this is the community-oriented project. Sepse këto janë projekte të orientuara të komunitetit. Also, I would like to inform you that we have already prepared plans for work on water supply here in Dragash. Gjithashtu mund t'ja them se kemi bërë plane vetëm për riparimin e sistemit të ujësjelltë këtu në Dragash. And your assistance would be also essential because we want to keep ourselves within the limits of money we have. Gjithashtu ndihmesa jo do të kishte më qenë shumë thelbësore për arsye se ne dëshirojmë të mbesim brenda kufive të parave që kemi. So finally we hope that water supply in Dragash will be free of asbesto, which is cancerogenic, and free of bacteria, which is again causing hepatitis. Pra në mënyrë përfundimtare shpresojmë se uji i Dragash nuk do të ketë më azbest, i cili është kanceroz, e nuk do të ketë bakteret të cilat mund të krijojnë hepatit. But we can do it only together. Mirë, po mund ta bëjmë këtë vetëm së bashku. Zoti administrator, si e pritni fillimin e punës në rregullimin e rrugëve? Mr. Administrator, how do you feel regarding and how do you wait the starting work of the repairment of the road? Yes, we have discussed this with our municipal structures here. Ne kemi diskutuar këtë me strukturat tona komunale këtu. And as I said, this is essential to have cooperation from all elements, especially from TMK. Siç thash, ne kemi dëshirë të kemi bashkëpunim me të gjitha, sidomos me TMK. But of course, one essential issue is also supply of money, of finance. Mirë, po natyrisht një nga çështjet themelore është financimi, domethënë furnizimi me para. So we hope to do it step by step and come one day to Blach. Ne shpresojmë ta bëjmë këtë hap pas hapi edhe të mbrim një ditë deri në Blaq. With asphalt surface. Normalisht me sipërfaqe të asfaltit. Kush paraqitet në rolin e financuesit? Who is in the role of the financing? It is an international community. We have a great role of United Nations here. Është një faktor ndërkombëtar që kemi rolin të madh të Kombeve të Bashkuara. Because this is within the programs of cooperation with TMK. Sepse këto janë brenda projekteve
që kemi bashkëpunim me TMK-n. And we are very glad to see the working unit established for some time now in Dragash area. Edhe ne jemi shumë të gëzuar ta shohim njësinë punuese të TMK-s të vendosur këtu në Dragash për disa ditë të paktën. Because actually without that element it couldn't be possible perhaps for some months still to go. Sepse pa këtë element ne nuk do të kishim mundur spaku edhe për disa muaj të bëjmë diçka. So thanks to our joint efforts it would start today. Faleminderit për punëve tona, mundit tonë të përbashkën, ne mund të fillojmë sot. Ju faleminderit. Thank you very much. Faleminderit. Tu do të shtoj diçka dhe kryetari i bordit administrativ, zoti Aris Meleqi. E falenderojmë administratorin doktor Marekun për kontributin e dhënë për fillimin e merremetimit të rrugëve në komunën e Sharrit. E përgëzoj komandantin Ruzhdi Saramata dhe ushtarët e tij. Kjo është ushtria e ynë e cila diti të luftoj gjatë luftës dhe ta shliroj vendin. Du ta kuptojnë se kjo është një forcë jona e cila ka ditë të luftoj në luftë dhe din të punoj me popullin dhe për popullin. Prandaj përgëzoj dhe ju dëshiroj sukses, jetë të gjatë, shëndet dhe përparim të më të tjeshëm. Faleminderit. Kemi këtu edhe disa ushtarë, pjesëtarë të trupave mbrojtëse të Kosovës, të cilët sot janë rreshtuar dhe do të marrin pjesë në fillimin e punëve në rregullimin e aksit rrugor Sharr Brezne. Dhe do t'ju drejtoj mikrofonin e të pyesim se si e ndjen veten që sot ata do ta ndihmojnë këtë popull. Ne e ndijmë veten shumë krenar që do të punojmë dhe do ta ndërtojmë dhe dim ta ndërtojmë si ditëm ta mbrojmë tokën tonë dhe të ta mbrojmë me çdo kusht dhe të ta rindërtojmë se që është më mirë. Do të prezentoni para dëgjuesit e Radio Sharrit. Unë jam ushtari Ilfet Domozeti, i lindur fshatin Vllajnik, kurse gjendem jetoj në Prizren. Tu kemi edhe një ushtar tjetër. Unë jam ushtari Muharrem Rakipi, nga fshati Blaç, jetoj në fshat. Zoti Muharrem, si e ndjeni veten që sot konkretisht do ta ndihmoni këtë popull, pra do të jepni kontribut në merremetimin e aksit rrugor Sharr Brezne? Ne siç mendojmë është shumë mirë të ndihmojmë popullit për ndërtimin e rrugëve. Ju faleminderit. Faleminderit. Kemi këtu edhe një tjetër ushtar. Unë ushtari Flamir Pire nga fshati Pllaf, jetoj në Pllaf. Si e ndjeni veten që sot konkretisht ju do të ndihmoni në rregullimin e kësaj rruge? Ne ndijmë veten shumë mirë për arsye se të ndihmojmë popullit, të rindërtojmë Kosovën, të ecim vetëm përpara. Ju faleminderit. Tu para mikrofonit kemi edhe komandantin e forcave turke të KFOR-it, i cili në bashkëpunim me TMK-n dhe UNMIK-un do të fillojë riparimin e aksit rrugor Sharr Brezne. Na thoni cilat janë përshtypjet tuaja përkitazi me këtë aksion? Bu aksiyonda diyor sizin yani şeyleriniz ne diyor yani düşünceleriniz ne diyor? Bu aksiyonda diyor. Tamir aksiyonda. Şimdi burada birinci öncelikli görevimiz güvenlik. Bölgede güvenlikle ilgili görevimizden artan zamanlarda ve çabalarımızın yettiğince bölgenin imarı ile ilgili faydalı çalışmalar yapmak istiyoruz. Tash po të mos pari tyre që po detyra është po domethënë detyra e parë po kryesore është po ne po siguria. Pastaj po domethënë kohë që po na mjafton domethënë që po na mbet po atë po me mundësitë tona po që po të ndihmojmë popullit. Bu konuyla ilgili olarak da bir Kosova'da örnek olacak bir çalışma başlatılıyor. UNMIK personeli, KFOR ve TMK personelinin ortak bir çalışmasını göstereceğiz. Kjo është një punim po domethënë si shembull po do të jetë në Kosovë, sepse po kjo është po një punë po riparus po të rrugë po ashtu po është po një bashkëpunim i madh domethënë ndaj UNMIK-ut po TMK-s dhe KFOR-it këtu. Bu örnek çalışmanın bütün Kosova geneline yayılıp Kosova için faydalı şeyler yapacağını bekliyoruz ve umuyoruz. Ne po mendojmë po edhe po dëshirojmë ashtu domethënë si këto shembuj po çka po I bëjmë ne po që të vazhdojnë tër Kosovën.
Nuk është hera e parë që KFOR-i turk ndihmon në këto hapësira. A mund na thoni në të ardhmen a do të vazhdoj kjo ndihmë e KFOR-it turk ndaj popullatës? Türkiye Forum'un diyor bir ilk yardımı değil diyor yaptıkları yardımı diyor şimdi diyor. Eğer diyor mümkünse diyor bize söyler misin diyor gelecekte diyor aynı yardımlar diyor olacak mı diyor. Gücümüzün yettiğince, imkanlarımızın yettiğince biz kendimizi zorlayacağız ve bölge için yapabileceğimiz ne varsa bütün imkanları seferber edeceğiz. Ne po do të vazhdojmë po prapër të po sa të kemi forcë po vetëm po do ta vështirësojmë po për këtë territor domethënë për ndihmën e këtij territori, edhe me mundësitë tona. Do të komandant ju faleminderit. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tu kemi në mikrofonin tonë edhe zotin Tafil Krasniqi, drejtori i drejtoratit për emergjencë. Zot Tafil, me siguri se një rol të rëndësishëm në këtë drejtim ka luajtur edhe drejtorati i ujit, pra ky është një aksion i përbashkët mes trupave mbrojtëse të Kosovës, KFOR-it turk dhe UNMIK-ut për riparimin e aksit rrugor Sharr-Brezne. Na thoni se si e ndeni veten në këto moment? Normalisht se njeri është i lumtur kur e shef ushtrinë tonë e cila doli nga lufta, doli nga xhiri i popullit dhe nga pushka, pra do t'i përveshët punës për rindërtimin e vendit. Në të ardhmen a parashihen aksion të vazhdojnë aksionet të tilla? Me siguri se edhe në të ardhmen do ta luajë një rol trupat mbrojtëse të Kosovës për ndërtimin dhe rindërtimin e Kosovës dhe për mbrojtjen e Kosovës. Zot Tafil, ju faleminderit. Faleminderit.